Sot do flasim për letërsi shqipe. Letërsi shqipe bashkëkohore me autor Ymer Çelan. Duhet I kthejmë pak syt nga letërsia jonë shqipe, pasi e kemi lënë shumë bazdore, që me autorët shumë më të mëdhenj, kemi harruar që ka dhe autorit të rinj që nuk jepet aq zës sa duhet. Një ndër to është dhe Ymer Çela. Jam njohur me veprën e tij me dhe një tjetër rast, por ka dhe plot veprat e tjera si Ëndra Blu, Burgu, atje te Pema në Bregore dhe Festa e prishur e djajve. Le të themi që unë nisa me dhe një tjetër rast që e kam këtu në dorë, e kam mbaruar së fundmi dhe mund të them që prek temat më pikante të jetës sonë. Në pamje të parë na shfaqet një familje shqiptare që duket pajësisht e plotësuar dhe plot me dashuri, por ka një tradhti nga gruaja, një tradhti bashkëtorë e cila nuk ishte thjesht vetëm një tradhti. Nuk ishte një tradhti e lidhur me ndjenjat, por një tradhti e lidhur me detyrën. Gruaja e Drinit e tradhton me shefin. Po ta shohim kështu, të gjithë do mendojmë që ky shefi e ka kërcënuar, e ka përdhënuar në thojza prej postit të tij. Kështu na e shfaq autori në fillimet e librit, por unë do t'ju lë pak pauzë, sepse dua shumë që ju ta lexoni dhe ta shihoni kaq shumë sa që kam shijuar unë. Këtu në këtë libër ne do të shohim metamorfozën e çdo personazhi, duke filluar që nga mendimet që nga bashkëshorti më saktë që e kap gruan duke trajtuar dhe mendon, a duhet ta vrasi apo duhet ta falje? A do ishin po të njëjtët? Pse më trajtoi? Janë pyetje që çdo kush nga ne I bën në një rast të caktuar. Çdo kush nga ne ngacmohet në një zyrë shteti. Pse? Sepse ai ka postin dhe ti për momentin ke nevojë për të. Është një roman kaq real dhe një roman që të tund themelet, sepse e jep gjën kaq të pastër dhe kaq troç. Dhe ti nuk mund ta justifikosh dot ngacmimin dhe ta lësh ta kaloj. Në këtë roman kemi shumë momente që duam të bërtasim me zë të fortë dhe t'i themi autorit që po, këtë rrugë doja unë që ti ta ndiqje, dhe në fund mbyllja ishte më spektakolare. Një mbyllje që realisht unë I them bravo, nuk është ajo mbyllja mediocre që ne e bëjmë gjithmonë. Nuk është në rastin ton, nuk na intereson, familja, fëmijët, jo. Asgjë nuk justifikohet. As mjeti për të arritur qëllimin nuk justifikohet,